Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pra jemi në vazhdimsi në zinxhirin e ligjëratave të cilët kanë të bëjnë me librin e njohur Riyadhus Salihin. Pra konkretisht do të ndalemi te një kapitull e re pas kaptinës së sinqeritetit. Pas përfundimit të asaj është një kaptin tjetër e cila është tejet e rëndësishme, zaten edhe radhitja e kaptinave qoftë në këtë libër ose në libra tjerë nuk është e rastësishme. Për shembull, nëse i shohim librat të cilët janë libra në lëmin e fikut, ka radhitshmëri, do të thonë fillohet prej çështjeve të ujrave, pastërtisë, pastaj namazit, zekatit, agjerimit dhe shumë radhë. Po ashtu, kur jemi edhe te librit edhe në radhitshmëria ose radhitja e kaptinave të këtyre haditheve është jo e rastishme. Prandaj kaptina e radhës është kaptina e pendimit, pra kaptina e tobes, e cila vjen pas kaptinës së sinqeritetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmetohet prej Aghar ibn Yasar, i cili thot se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë: O ju njerëz, pendohuni te Allahu sepse unë pendohem te Allahu 100 herë në ditë. Me një transmetim tjetër, është shprehja e njëjtë, mirë po përmendet edhe thuhet se unë pendohem te Allahu 70 herë në ditë. Do thonë gjatë një dite edhe një nate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është penduar te Allahu edhe ka kërkuar falje më tepër se 70 herë ose 100 herë. Nëse fillojmë, më thonë, elaborojmë hadithin që nga fillimi. E shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet e thot: o ju njerëz. Pra o ju njerëz. Nëse i shohim ajetet kuranore, janë disa ajete të cilët vetëm se nga përsëritja e madhe duke i ndëgjuar në xhamia në namaz, e ndëgjojmë për shembull ajetin kuranor ku Allahu thot: ja ayyuhalladhina amanu ose ja ayyuhan nas. Kët besoj se secili prej neve e kanë dëgjuar në namaz. Ja ayyuhalladhina amanu do të thot o ju të cilët keni besuar. Ndërsa ja ayyuhan nas o ju njerëz. Pra ka dallim mes kësaj edhe mes kësaj. Nëse kthehemi tek ajetet kuranore, zakonisht në ajetet në të cilët 10 ajete kuranore, në cilët ka ardhur edhe përmendet ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, me thonë specifikohen edhe veçohen vetëm besimtarët, muslimanët. Ndërsa me ja ayyuhan nas në përgjithësi është për qëllim edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Pra të ditë, ndërsa në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: o ju njerëz. Pra disa prej dietarëve kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë formë është drejtuar krejtëve, edhe besimtarëve edhe jo besimtarëve, pasi që edhe jo besimtari ka nevojë për pendim. Pse ai s'ka nevojë? Nuk është për qëllim pendimi vetëm prej gabimeve, prej gjunave të thjeshta çka njeri i bën. Ai ndem atë për ka nevojë për pendim. Pse? Pendohet prej kufrit, mosbesimit, shirku dhe kështu me radhë. Ndërsa besimtari çka? Pendohet te Allahu xhallahu ala, kërkohet që ai të pendohet prej gjunaheve të cilët ai bën gjatë ditës edhe gjatë natës. Pra gjunahe të cilët njeriu ekspozohet gjatë tërë ditës. Ditë dhe natë. Tek disa gjunahe njeriu shkon me këmbët e veta. Te disa gjunahe imponohet. Imponohet për shembull një gjuna vazhdimisht ose në punë ose në shkollë ose kështu me radhë. Prandaj te pjesa e hadithit ku thotë o ju njerëz. Pra pas ka di mendime të dietarëve. Disa thonë se është e veçantë për muslimanët, pra të pendohen muslimanët te Allahu xhallahu ala. Disa kanë thënë është e përgjithshme edhe për jo besimtarët, edhe për besimtarët. Mirë po, ne kemi ndëgjuar pendimin. Çka pendimi? Çka nuk kupton pishmallëku, ti je pishman për diçka të cilën njeriu e ka bën. Ne e ndjejmë, jemi penduar për shumë gjërave të cilat i kemi vepruar në jetën tonë. Zakonisht pishmallëku i njerëzve është për çështje materiale të kësaj dynjaje. Pse nuk e bëna këtë? Pse nuk investova këtu? Pse nuk ina filan punë? Pse e lash këtë punë? E kështu me radhë, për çështje materiale. Mirë po për pishmallëkun ose për pendimin prej gjunave, çka nuk kupton kjo? Se për në aspekt material krejt e dim se çka do me thonë. Edhe jemi shumë të vetëdijshëm rreth asaj se rrezikun cilët jemi largu kur jemi pendu prej gjunaje për një vepre e kështu me radhë. E dim, mirë po për sa i përket
aspektit fetar. Çka nuk kupton pendimi? Pendim do të thotë të kthehesh te Allahu subhanahu wa taala dhe të ndjesh keqardhje për një gjuna të cilin e ke bën. Me sinqeritet nga zemra dhe me pishmallëk për ato e cila ka kaluar prej asaj çka e ke bën. Pra kjo është një farë definicioni asaj se çka nuk kupton që njeriu të jetë, të ketë bën pendim te Allahu xhallahu ala. Për sa i përket pendimit, në këtë hadith precizohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bë pendim ose është penduar te Allahu 70 herë në ditë. Transmetim tjetër 100 herë në ditë. Pse përmendet 70 herëshi ose 100 herëshi? Pra ne për shembull në gjuhën tonë është për qëllim hiperbolizimi. Në gjuhën tonë për shembull kur i thuaj dikujt ose fëmijës tonë në shtëpi, i thua atë kom thonë 100 herë mos e prek kët. Jo se i ke thonë 100 herë, i ke thonë ja 2-3 herë ose 5 herë. S'do më thonë se i ke thonë 100 herë. Mirë po, është për qëllim hiperbolizimi i asaj të cilën ose stërzmadhimi i asaj çka e kemi pat për qëllim të urdhërojmë ose të ndalim kështu më. Pra edhe kjo si shprehje në gjuhën arabe përdoret 100 herë. Më thonë çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën tobe, është penduar te Allahu më tepër se 100 herë. Mirë po jo vetëm numri 100. Në gjuhën të arabët edhe 70 përdoret, më thonë sigur se 100 te ne. Te ne nuk thotë kom thonë 70 herë. Përgjithësi nuk e përdorin rrallë, ose kom thonë 100 herë, ose të kom thonë 10 herë. Edhe 70 herëshi në gjuhën arabe, sigur se ka ardhur në ajetin kuranor, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Ajeti që ka në surën Tobe, ku Allah subhanahu wa taala tregon për istikfarin, për kërkimin falje për munafikët. Ka thonë in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. Nëse ti bën istikfar, kërkon falje për ato që Allahu t'i fale, 70 herë, nëse kërkosh falje, Allahu nuk do i falë ato. Pra është për qëllim shumë herë, dhe nëse ti do kërkosh për ata, do bësh istikfar, do kërkosh falje që Allahu t'i fale ato, Allahu pra nuk i fale, edhe nëse ke kërku për ato 70 herë pra t'i fale. Për sa i përket pendimit, ka shumë ajete kuranore. Edhe Allahu xhallahu ala prej emrave të tij është prej Esmaul Husna, është Et-Tawwab, që e pranon tepër pendimin. Pra e prej emrave të Allahut ose e pranon tepër pendimin, Et-Tawwab. Ajete kuranore të shumta, krahas haditheve të cilët disa do t'i përmendim, disa kanë me mbet edhe për ligjëratën e ardhshme. Mirë po, një prej atyre ajeteve thotë Allahu xhallahu ala, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Pendohuni te Allahu me pendim të sinqert. Pra mos u pendohet Allahu me pendim vetëm fjalë goje. Për t'i mashtruar njerëzit, dëgjuesit për rreth, për t'i mashtruar sytë e njerëzve. Jo. Pendim i sinqert, i cili buron prej zemre. Dhe thot Allah subhanahu wa taala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Edhe ju të gjithë besimtar pendohuni te Allahu se ndoshta do të shpëtoni. Pra, ajete të shumta ku përmendet pendimi te Allahu subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Abbasi, pendimi është pendimi i zemrës, pra pishmallëk i zemrës, është istighfar i gjuhës, pra kërkim falje me gjuhë, edhe mos t'i kthehesh përsëri asaj. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka gjatë të cilën e ka madhruar dhe i ka dhënë rëndësi asaj dhe ka nxit veprimin asaj përveç se ajo ka, domethënë, rol të rëndësishëm ose ka vlerë të madhe. Sigur se në hadithin që e përmendëm pak më herët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo rastisht ka bëu istikfar dhe ka kërkuar pendim te Allahu xhallahu ala, është penduar më tepër se 70 herë, më në transmetimi tjetër më tepër se 100 herë. Ndërsa thot Qatada, është një prej dietarëve prej tabiinëve, thot Qatada ibn Diyama as-Sadusi, thot Kurani tregon sëmundjen edhe ilaçin. Pra sëmundja janë gjunahet, ndërsa ilaçi këtyre është pendimi. Pra pendimi te Allahu subhanahu wa taala. Pra Qatadia është një prej atyre tabiinëve të cilët janë marrë me shkencën e Kuranit. Ka qenë një prej nxënësve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë marrë këtë shkencë direkt prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajetet e shumta flasin për mëshirën e Allahut, mirë po njeriu s'duhet që të mbështetet vetëm mëshirën e Allahut xhallahu. Besimtari gjithmonë është mes frigës edhe mes shpresës. Pra pendohesh te Allahu, mirë po nuk e din se Allahu ta ka pranuar pendimin. E vepron një vepër
me plot dije, edhe e din, për shembull, është një vepër haram, e ndaluar, me plot vetë dije e vepron, nuk e din se Allahu ka me ta pranuar pendim apo jo. Allahu e din sinqeritetin, asnjëri prej neve, as hoxha, as filani, s'ka mundësi që të hym mes teje dhe mes Zotit tonë. Sepse ne si njerëz i shohim veprat. Ne mashtrojmë me një fjalë goje, thot dikush, edhe u krijoi puna. Mirë po te Allahu xhallahu ala nuk shkojnë to. Allahu ta sheh atë çka e ke në brendi. Ta sheh zemrën, ta sheh brendin, ta di niyetin, ta di sinqeritetin, edhe e din se ky pendim a ishte pendim i sinqert apo ishte pra pendim i rrënjshëm. Thot Allahu xhallahu ala në disa ajete, të cilat janë wallahi ajetet më shpresdhënëse edhe më të mëshirshme në librin e tij. Thot: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dhe ai që bën keq, që vepron keq, ose i bën zullum vetes vet, edhe më pastaj bën istighfar, kërkon falje, ai e gjen Allahun falës edhe mëshirues. Ky është një prej 3 ajeteve që dietarët e Kuranit, dietarët e komentit të Kuranit kanë thënë se është prej ajeteve më shpresdhënëse, çka japën shpresë edhe i myt atij i cili është i mbushur deri në fyt me gjunahe. Për çdo person i cili pendohet te Allahu xhallahu ala. Pra kush bën padrejtësi vetes vet, vepron një vepër të keqe, i bën zullum vetes vet, sepse përpara se t'i bëj zullum dikujt tjetër, kur bën njeriu gjuna, mas pari i bën zullum vetes vet, padrejtësi i bën vetes vet. Allahu t'ka bën të lirë, njeriu shkon e robron veten e vet, bëhet rob i parës, rob i shefit, rob i epsheve të veta, rob i shejtanit e kështu me radhë. A ka zullum më të madh se sa kjo? Po, ka, mirë po kjo është kur njeriu i bën zullum edhe padrejtësi vetes vet. Pra kjo është ajeti i parë. Thot Allah subhanahu wa taala në një ajet tjetër: "Alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dhe ata të cilët bëjnë amoralitet, fahishëllëk, ose i bëjnë zullum vetes vet, pra sërish përmendet zullumi ndaj vetes. Aw zalamu anfusahum, ose i bëjnë zullum pra vetes vet. Dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. E përmendin Allahun edhe bëjnë istighfar për gjunahet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Edhe kush vallë i falen gjunahet përveç Allahut. A ka dikush tjetër që i falen gjunahet? Sigur se të krishterët hinta ajo kabina, edhe thuaj thot çkaç, thuaj çkat lutje çka herë, tregoja priftit gjunahet edhe priftit thot u pastrove, u kri puna, shko. Ndërsa tek ne si besimtar, si musliman, është raporti direkt e lutish Allahun xhalala, jo nëpërmjet hoxhës, jo nëpërmjet dikujt tjetër, jo nëpërmjet ndërmjetësuesve. Po direkt e lutën Allahun xhalala, kërkon falje prej atij, pendohesh te Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo ajeti i dytë. Pa ata të cilët bëjnë amoralitet, ose i bëjnë zullum vetes vet. Edhe më pastaj çka? Dhakarullah, e përmendin Allahun. E ka bëni haram, e ka bëni gjuna, e përmendën Allahun xhallahu ala. Thotë astaghfirullah, çka bëna? Sepse në afektin e gjunahit njeriu verbrohet. Syri verbrohet. Kaplohet ose mbizotrohet prej epsheve, prej pasioneve, prej lezeteve. Sa po të kaloj ai çast, pendohet. Astaghfirullah, çka bëna? Dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. E përmendin Allahun edhe kërkojnë falje prej Allahut për gjunahet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush valli falen këto gjunahet përveç Allahut? Kjo pyetje retorike në ajetin kuranor. Pra pyetje retorike, a ka dikush që ja fal gjunahet ju? S'ka. S'ka askush që mund të t'i fal gjunahet përveç Allahut xhallahu ala. Ndërsa ajeti tjetër, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju robrit e mi, thot Allahu xhallahu ala, të cilët e keni tepruar ndaj vetes tuaj me gjunahe. La taqnatu min rahmatillah. Mos i këputni shpresat për mëshirës së Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i falen krejt gjunahet. A krejt gjunahet? Wallahi krejt gjunahet. Fjala e përgjithshme e Allahu xhallahu ala, wa man asdaqu min Allahi qila. A ka dikush çka është më i vërtetë në të folur se sa Allahu? A ka dikush që e realizon premtimin më mirë se Allahu xhallahu ala? S'ka askush. Pra krejt gjunahet Allah i falen. Vetëm një gjuna. Vetëm shirkun Allahu xhallahu ala nuk e falen.
pa marrë parasysh sa veprat mira bën njeriu, nëse i ka bërë shirk, e ka përlyer imanin e tij, e ka njollosur imanin e tij me shirk, s'ka. Nuk falet shirku te Allahu xhallahu ala. Nëse njeriu vdes me shirk, pra i ka bën, domethënë i ka shkatruar krejt veprat e veta. Thot Imam an-Nawawi, Allah më shiroft, nëse robi gabon 100 herë ose 1000 herë, edhe pendohet sinqerisht, sërish i pranohet atij pendimi. Nëse vazhdon në gjuna, edhe haron të pendohet, kjo problem. Ndërsa thot, nëse vazhdon në gjuna dhe e neglizhon pendimin, kjo është fatkeqësia më e madhe. Pa marrë parasysh sa çfarë gjunohe ke bën. Sa gjunohe ke bën. Kërko falje te Allahu xhallahu ala, sepse Allahu xhallahu ala e don pendimin e robit vet. Dhe a ka shembulltyr më të mirë se sa kush? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Edhe në të dërguarin Allahut keni shembulltyr më të mirë. Për çka? Wallahi në çdo aspekt jetës. Pendim, shifem pendim, hadithin çka e përmendëm. I dërguari Allahut e ka bërë këtë pendimin 70 herë ose 100 herë në ditë. I ka thënë edhe Aisha, më thonë ahabit edhe Aisha me kërkimin e faljes që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lip falje për Allahut, o i dërguari Allahut. Po ti Allahut i ka fal krejt gjunohet, të mëhershmet edhe të mëvonshmet. Pse o i dërguari Allahut gjithë këtë adhurim? Pse o i dërguari Allahut të ajhen këmbët se sikurse bashortes i dhimbse bashorti i vet. I është dhimb Aishës radhiyallahu anha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Personi më i dashur, edhe bashort i është dhimbs, sepse ka çdo ibadet, çdo adhurim ka një farë doze të lodhjes, ka një farë doze pra cikletit. Edhe ky është i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka kërkuar pra falje te Allahu xhallahu ala dhe pendim më tepër se 70 herë në ditë. Pra Allahu xhallahu ala nuk dëshiron që robi të turprohet prej pendimit. Allahu e don pra pendimin e robit vet. S'dëshiron që të kesh turp. Se shumë prej njerëzve nga ignoranca e tyre i humbin ndoshta edhe shpresat prej pendimit të Allahu xhallahu ala. Thot vallahi kom bon, prapë bëj çat gjunojnë, sërish i kthehem. Thot më vjen edhe turp që të pendohem, se sikurse thot, më vjen sikurse me lujt. Ndërsa kjo pra është gabim. Ndoshta është edhe mashtrim prej shejtanit. Ti nuk e din asnjëri prej neve, vallahi e falëm tash Yasin e kemi fal. Kush prej neve e din se o pranua apo jo? O bo kabul apo jo? Nuk e dim. Nuk e dim namazin ton çka e falem. Kemi dal, kemi marrë abdes, kemi shku në xhami, ftohët, me thonë kemi ndajt kohë 30 minuta, 25 minuta. A e dim nosh pranu? Se dim asnjëri prej neve. Edhe për pendimin, pendohemi te Allahu xhallahu ala, mirë po ne realisht nuk e dim a na pranohet. Mirë po sërish jemi dhe me thonë të urdhëruar që të pendohemi te Allahu xhallahu ala. Mirë po, normal edhe pendimi ka disa kushte, duke u bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dietarët kanë nxjerrë disa kushte të cilët kanë të bëjnë me pendimin që një pendim pra të jetë i pranuar, pra i penduari duhet që pendimin e vet ta ketë sinqerisht për Allah. Pra të jetë i sinqert në pendimin e vet. Pra sinqerisht pendohet Allahu xhallahu ala, mos jetë domethënë vetëm si fjalë goje ose si lojë, me cilën ai e mashtron fillimisht, e mashtron veten e vet. Pastaj kanë thonë tek e dorë prej atij gjunajt. Edhe dietarët kanë thënë se edhe kjo është kusht. Sepse lojë është që njeriu vepro sërish pen. Mirë po prap se prap. Edhe nëse bën vaki, edhe nëse ndodhen, sërish është e preferuar, madje edhe e urdhëruar që njeriu të pendohet, sepse ndoshta pendimi më hershëm nuk ka qenë i pranuar. S'ta ka pranuar Allahu pendimin. Ndoshta tash pranohet. Deri kur ta takojmë Allahun xhallahu ala, atëherë kemi më e pa. Atëherë do e shohëm pendimi a ishte i sinqert apo nuk ishte i sinqert. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dhe Zoti jot askujt si bën pra pa drejtësi. Kan thënë disa prej dietarëve, prej asaj sinqeriteti në pendim është që njeriu të mos ketë dëshirë më të kthehet atij gjunahi. Pra të disa njerëzve të cilët janë marrë me X gjunahe, me vepra të ndaluara. Disa njerëzve ma vetëm se e urrejnë atë gjuna. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum.
por se Allahu e bëri të dashur imanin edhe e zbukuroi në zemrat e tuaja. Wa karraha ilaykumul kufr, edhe e bëri të urrëtur për ju kufrin, wal fusuqa wal isyan, edhe e bëri të urrëtur për ju po ashtu fiskin, gjunahet e mëdha, edhe mosbindjen ndaj Allahut xhallahu ala. Pra besimtari duhet të ndjejë neveri prej disa gjunaheve, prej disa harameve, varësisht edhe prej gjunaheve, sepse disa epshe, disa pasione janë më të forta sa disa pasione. Pra pasioni për ngrënie, pasioni për gjininë e kundërt, pasioni për pasuri, pasioni për reputacion. Pra secila prej këtyre, më thonë, don shumë sakrificë që njeriu ta luftojë edhe ta largoj. Don sakrificë që njeriu ta arrijë atë shkallën që mos ta dëshiroj, domethënë, një gjë të cilën Allahu xhallahu ala pra e ka ndaluar. Edhe i penduari, nëse bëhet fjalë për ndonjë zullum të cilin e ka bën ndaj dikujt, duhet që të kërkoj halallëk prej atij ndaj të cilit ai e ka tepruar ose ndaj të cilit ka gabuar. Sepse nuk është ajo çështje, sidomos nëse bëhet fjalë për një mesele, për një çështje e cila ka të bëjë mes njerëzve. Një zullum ja ke bën dikujt. Edhe çka ka nevojë halallëk ose ta përmirësosh gabimin të cilin e ke bën pra ndaj atij. Prandaj ne nuk e dim se Allahu na ka pranuar pendimin ton apo jo, mirë, po ka disa shenja të cilat aludojnë se ky pendim për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar 70 herë në ditë ose 100 herë në ditë, ka si me thonë edhe ato shenjat se ky pendim pra është pranuar te Allahu xhallahu ala. E para është të ndjej keqardhjen veten e vet. E ndjej një farë dozet pishmallëkut. Plotësisht ose pjesërisht. Sa po të largohet prej atij haramit, prej atij gjunajt, e sheh se diçka nuk është rregull, e sheh domethënë në brendi një farë jorahatie si rezultati atij gjunajt që ka bëu, edhe e sheh. Domethënë kjo është shenjë se Allahu xhallahu ala ta ka pranuar atë pendim. Edhe ta shikoj po ashtu veten e vet me sy kritik. Mos i thot mos dale përpara pasqyrës se ti thotë vetes vet mashallah, ti je më i miri, ti je më i zoti, ti je më i bukuri, më i heshmi e kështu me radhë. Pra ta sheh veten e vet me sy kritik, ta kritikoj. Jo vetëm ti thot kur del përpara pasqyrës vetes vet ti thotë pra mashallah. Edhe ta qortoj veten e vet, edhe ta dije se pra ky person pra është i mangët, të në veten e vet. Pra këto ishin di hadithet e para, di transmetime në cilët transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është penduar te Allahu 70 herë ose 100 herë. Hadithi tjetër i radhës është ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Allahu më tepër gëzohet për pendimin e robit të vet, se sa një njeri prej jush i cili ka udhëtuar me deve në shkretëtir dhe i humb devja në të cilën e ka pasur ujin edhe ushqimin, e kërkon por e humb shpresën për me e gjetë, edhe shtrihet në një pemë, në një drum, në hijen e atij drurit, me shpresa të humbura se ka me e gjetë deven e vet. Edhe pa prit mas, më thënë në atë gjendje e sheh deven e vet përpara, edhe e kapën për litari, edhe çka thot? Thot: O Zot, ti je robi im, unë jam Zoti yt. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: gaboj ki njeri prej çkajt, gaboj ki njeri prej gëzimit madh. Pra këtu përfundon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra shife çfarë elaborimi ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë hadith, çfarë shembulli na ka treguar në të cilën tregohet mëshira Allahut xhallahu ala ndaj robit vet. Thot Allahu subhanahu wa taala: Qala adhabi usibu bihi man asha. Dhe ai tha, dënimi im është ai me të cilin e goditi këtë dua. Wa rahmeti wasi'at kull shay. Ndërsa rahmeti im ka kapluar çdo gjë. Rahmeti Allahut xhallahu ala ka kapluar çdo gjë. Rahmeti mëshira Allahut ka ngadhnyer mbi dënimin e Allahut xhallahu ala. Edhe Allahu është i mëshirshëm për robërit e vet. Është Rauf, Rahim, Ghafur, Tawwab, që e pranon pendimin, që i fal gjunahet. Pra shife në këtë hadith na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se sa e do Allahu këtë pendim. Sa e don Allahu, sikur se këtë shembullin që ka prur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një njeri i cili në shkretin, kush ka udhëtuar për juve ose kush ka pa shkretina e cila s'ka fund. S'ka fund, edhe është me devën e vet, edhe i humbën devja.
Po humbi aty, nuk e di shko lindja, ko perëndimi, veriu, jugu, krejt. Dezorientohesh, nuk e din. Edhe sikletohet, kërko andej, nuk e sheh. Humbën, thot shpresën. Shtrihet në hijen e një druri, duke i laj, si thujnë të ne, i ka laj durës e ka me gjithë. Pa prit mas, thot, i del për para. Edhe e kapën për litari, prej gëzimit math, çka thot? O Zot, ti je robim, unë jem Zoti yt. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar, ka thonë, ky njeri gaboi prej çkajt, gaboi prej gëzimit math, prej emocioneve, ka fol diçka me gjuhë të cilën nuk e ka pat ndërmend. Si ka rënë fije se çkonsh duke fol. Prej nxehtësisë madhe, prej gëzimit math. Pra sa gëzohet Allahu xhallahu ala për pendimin ton. Mos e nënvlerëso veten tënde. Ti je entumul alauna in kuntum mu'minin. Mos u dobësoni. Mos e nënvlerësoni veten e vet. Ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Besimtar. A ka domethën epitet, domethën emërtim më të madh se sa ti je muahid, se sa ti je besimtar. Domethën s'ka domethën diçka, domethën më të mirë se sa kjo. S'ka emërtim më të mirë. Huwa sammakumul muslimin, millet e abikum Ibrahim. Ju ka quajtur juve musliman në miletin e babait tuaj Ibrahimit alayhis salam. Emërtimi më i mirë, krenaria më e madhe. Sot dalin njerëz pretendojnë krenari për degenerimet e tyre, për devijimet e tyre. Me të kotën janë krenar. Parada e krenarisë, ajo kjo më thonë, fjalë të kota, degenerime, devijime. Ndërsa ne jemi krenar me dinin e Allahut xhallahu ala. Jemi krenar me faktin se jemi musliman, se jemi besimtar, sepse kemi parime të cilët burojnë prej Kuranit edhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sa e don Allahu xhallahu ala këtë pendim, e don sikur se ki njeri. Allahu gëzohet sikur se ki njeri çka ka qenë në shkretin edhe papritmas e gjen atë deve të cilën i ka humbur pra në shkretin, në të cilën e ka pat edhe ushqimin, e ka pat edhe hajen, pijen e kështu me radhë. Pra Allahu e don pra pendimin prej neve. Pra përderisa ky pendim, të cilën na ka nxitur Allahu xhallahu ala që të pendohemi. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. O ju besimtar, pendohuni te Allahu të gjithë ju, se ndoshta do të shpëtoni. Pikpyetje, ka thonë la'allakum, ndoshta do të shpëtoni. Nuk e dim. Jemi gjithmonë pra mes çka? Mes frigës edhe pra mes shpresës. Pra ky njeri i cili është më thënë ka këtë çështjen e pendimit, çështje problematike në jetën e vet, edhe vuan prej mos pranimit të pendimit. Edhe kjo do të thënë i ka shenjat e veta. Cilët janë këto? Pra këto shenja? E para do të thënë mund të themi se i kthehet atij gjunait vazhdimisht. Ose disa njerëz të cilët kanë varësi prej disa gjunave. E bën një gjuna prap sërish i kthehet, e bën një gjuna sërish prap i kthehet e kështu me radhë. Pra kjo pra nuk është prej shenjave të mira. Disa prej njerëzve ndjejnë rahati. Po sa e bën një gjuna, thot u pendova, thot stakfirullah edhe një rahati u kry puna, si kur su më bë delet krejt, u fshin. Me thonë edhe kjo rahatia nuk është pra rregull që njeriu të ndjejë një farë doze të madhe të rahatisë, pra pasi që pendohet. Po ashtu edhe ngurtësia në zemër. Edhe mos patja dëshirë për pendim. Pra disa njerëz pa marrë parasysh çka bën, se nuk e ndjen veten e vet se ka nevojë që të pendohet. Pse? Për arsye se nuk e ka bërë shprehi në jetën e vet, pendohet Allahu xhelal. Nuk e ka bërë kurrë shprehi thotë stakfirullah. O Allah falem. O Allah mëshiron. Kurrë, më thon, arroganca e atij e ka çu deri në atë drejtë, çka ky njeri pra mos kërkoj falje te Allahu xhelala edhe më pra mos pendohet. Pra në rrugën e pendimit ka shumë pengesa. Cilët janë pra këto pengesa? Për këtyre pengesa disa është se disa prej njerëzve nuk pendohen te Allahu, edhe thonë, vallahi, do e zgjedh unë që të rrinë këtë rrugë të devimit, sepse t'ju përmbahem principeve dhe parimeve të fesë është rëndë. Se një përmbahem, 5 vakt namaz, i duket 500 vakte. Thot 5 vakt namaz s'mundet. Edhe s'pendohet Allahu xhelal. Disa prej njerëzve, të cilët janë pak më të mençur mbahen, argumentohen me kader. Argumentohen me caktimin e Allahut. Hala Allahu s'ma ka caktuar të pendohem. Më thonë këto din pa kanë dëgjuar diçka, edhe i kanë keq kuptuar një pjesë të fesë, kanë keq kuptuar një prej
parimeve bazë të dinit Allahut, një parime që janë për parimeve të imanit. Pra kish kuptimi i çkajt i kaderit, caktimit të Allahu xhalala, pra argumentohet në të kohët sepse Allahu ka urdhëruar që ti marrësh sebepet në jetën e kësaj dhunjaje. Pra ta ka treguar rrugën e drejtë, ti ka treguar rrugicat e shtrenjta. Pra ti je i lirë që të marrësh pra vendime, askush nuk të çon pra me zor. Ka për njerëzve tjerë nga të cilat shejtani hitet ato ka një derë e çuditshme. Cila është e derë? Te disa ju thot ti mos u pendo se ke shumë gjunohe. Gjithë ato zullume i ke bërë se du pendohesh. Po ti alun me Allahun. Më thonë, edhe manipulon shejtanin këtë mënyrë, edhe i ndalën prej pendimit. I ndalën prej namazit, prej njohshmërisë Allahut, prej besimit Allahut, më thonë, prej çka? Nëpërmjet një dere. Gjithë ato gjunohe i ke bërë, s'ka mbet ti. Problemi është se shejtani po cytje, mirë po shejtani edhe i ka edhe eulijat e vet prej njerëzve. Edhe i ka edhe njerëzit çka i bëjnë cytje. A keni ndëgjuar? Unë besoj se keni ndëgjuar. Prej njerëzve të cilët çka i thujnë, a be hoxhove filani, këtë bajbe, kitë jetën ka konë kështu, kitë jetën ka konë ashtu, ka bon këtë vepër edhe këtë vepër, tash vinë xhami. Jo, nuk ma thot vetëm mua, po kujt edhe ja thot edhe ati, a be se s'ka mbet ty xhamia, e ke bo këtë vepër edhe këtë vepër, s'ka mbet ty, më thonë. Më thonë, një prej manipulimeve të shejtanit, e cila ndihmohet prej insanit. Më thonë, disa prej njerëzve, më thonë, po ashtu edhe këtë bëjnë. Ka disa prej njerëzve, të cilët ndoshta nga ana tjetër, më thonë, e kundërta e kësaj kategorie, janë disa të cilët mashtrohen me veprat e mira të cilët i kanë. E zakonisht kjo ndodh atyre njerëzve të cilët ndoshta kanë një farë thesarit veprat e mira, të cilët shejtani ju thot, ke bo këtë vepër edhe këtë vepër, s'ka nevojë që të pendohesh. Gjitha thesart veprat e mira e kije, s'ka mbet bësh istikfar dhe falje për këtë. Më thonë, kjo po ashtu llogarit edhe prej manipulimeve të shejtanit. Është edhe një çështje mesele tjetër, ajo është nënvlerësimi i gjunaheve. Pra kur njeriu e nënvlerëson një gjunah, qoftë edhe i vogël, pendohu te Allahu xhelala. Sepse ndoshta Allahu do ta fale. Mirë, po këto gjunahet e vogla, nëse teprohen, pra ka mundësi që të bëhen shumë. Edhe çështja e fundit është mbështetja në mëshirën e Allahut xhelala. Pra ka për njerëzve çka mbështeten në mëshirën e Allahut edhe thonë u kri puna, Allahu krejt i falen, mirë po, Allahu falen, mirë po Allahu xhelala edhe dënon. Pse vetëm e merr vetëm këtë aspektin e faljes, ndërsa nga ana tjetër nuk punon edhe në aspektin e frikës, pra që të jetë besimtari mes kësaj edhe mes kësaj. Pra këto ishin vetëm disa hadithe edhe një grumbull i ajeteve kuranore, të cilët e patëm për qëllim që të flasim sot, edhe pse nga mbetet ndoshta edhe një ligjërat në të cilën do duhet që të flasim edhe sërish në kaptinën e pendimit, sepse si kaptinë është kaptinë shumë e gjerë. Edhe ka shumë hadithe, po ashtu edhe ka shumë ajete të cilët ka nevojë që të elaborohen. Mirë, po pendimi i vëllezër, padyshim se duke i pasur parasysh udhëzimet e Allahut xhelala në librin e tij, edhe hadithet e shumta padyshim se duhet të jetë përditshmëri e jona. Sepse përditshmëri janë bën shumë gjunohe në jetën tonë, padyshim se përditshmëri e jona duhet që të bëhet edhe kërkimi i faljes edhe pendimit e Allahu xhelala. O subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu